Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Jemi disa ditë përpara fillimit të fushatës zyrtare për zgjedhjet e 11 majit dhe duke se po shënohet momenti kulmor i organizimit dhe përgatitjeve për këtë fushatë. Partitë politike po proklamojnë programet e tyre elektorale dhe kjo është një ngjarje jo pak e rëndësishme. Megjithatë, kandidatët dhe drejtuesit e qarqeve vazhdojnë punën sikur të jetë një fushatë zyrtare. Sot do të kemi në dy pjesë emisionin. Në pjesën e parë unë do kem ftuar një personalitet tashmë në Partinë Socialiste si politikan i nivelit lartë. Ervin Demo është kryetari i Bashkisë Beratit, ka dhënë dorëheqje nga ajo bashki dhe tashmë është drejtues i qarkut dhe kandidat për zgjedhjet e 11 majit të Partisë Socialiste. Më pas do kem dy zonja të nderuara, përfaqësuesin e Partisë Demokratike Mimoza Hajdar-Mataj në Tiranë dhe Silda Qepe e Partisë Socialiste. Por mbetemi te pjesa e parë. Pra, kam të ftuar Ervin Demo, kandidatin e Partisë Socialiste për qarkun e Beratit dhe drejtues politik i saj. Përshëndetje, faleminderit që pranoi ftesën. Përshëndetje Roland, faleminderit për ftesën. Edhe pas shumë vitesh rishifemi sepse mbaj mend nuk kemi qenë para 10 vjetësh në studio bashkë. Domethënë zvëns ministri i arsimit dhe zvëns rektori i Tiranës, sot un po e prezantoj dhe po intervistoj si drejtues politik i qarkut. Tani nga rektor më shumë, sepse ne më shumë të kemi njohur rektor për i të vërtetë. Ajo zvëns ministër, në mos gaboj një vit. Rektor. Jo, zvëns ministri ke qëndruar një vit e diçka. Një vit dhe kalova pastaj kandidat. Por zvëns rektori ishte edhe periudha, por edhe një status nivelit lartë, duke qenë se ju keni qenë pedagog. Tani nga bota akademike në politik, tani si ka qenë ky kapërcim? Se këtu fillon ajo jotja, pastaj ke bërë këto të tjerat. Shiko, pothuajse ka kalu gjysmë dekade, pothuajse janë 7 vite tashmë që unë jam në jetë aktive politike. Dhe patjetër që ka gjëra që mungojnë po i quajmë nga jeta akademike ose nga koha që kam shfrytzuar në universitet, por kuptohet që atë çfarë politika të jep si instrument, sidomos kur ti e përdor për të mirën e qytetarëve, për ndryshimin e komunitetit, dhe aq më shumë unë pata fatin dhe një lloj nderi jashtëzakonshme që shumë pak njerëzve në jetë mund t'i bëhet, që unë drejtoj një qytet ku unë kisha lindur, jam rritur, siç është Berati. Dhe nëse unë kthehem mbrapa sot, edhe gjatë pothuajse 6 viteve që kam qenë kryetar bashkie në Berat, patjetër që është një hap të cilin nuk do ta ndryshoja për asgjë. Sepse besoj që jeta të kaledatuar në qoftë se të jep mundësinë që ti të lësh gjurmë, dhe shumë ti lësh gjurmë në qytetin tënd të lindjes. Unë besoj se ti e ndjen këtë për shkaparin tënd, ke bërë libra, e përmend shpeshherë dhe me një lloj nostalgjie, dhe imagjinoje sikur ti ta kesh mundësinë, dhe patjetër instrumenti është politika, kjo është e padiskutueshme, që ti të lësh një gjurmë në qytetin tënd. Dhe unë besoj që pikërisht ka qenë përfshirja në politik edhe Partisë Socialiste dhe në pas gjithë hapat që janë bërë të njëpasnishëm, që unë sot ndodhem në këtë pozicion edhe si kandidat për deputet, aq më shumë për përfaqësuar qarkun e Beratit, që është një qark shumë i rëndësishëm për sa i përket edhe po e quajmë performancë elektorale të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 2025-s. Unë nisa nga kjo jeta jote e dikurshme, sepse nuk është se ju keni dalë shpesh në aspektin politik në media. Por edhe sot këtu jam për ty më shumë që ta dish. Të falenderoj. Tani që u fute në nivele lartë do jesh patjetër media ti se s'ke kusht, është tjetër, domethënë kemi tjetër strategji, po. Pyetja ime është, kur ishit në botën akademike, sepse ju keni qenë një personalitet në botën akademike, ishte normale të bëhe kritika politikës dhe shprehje pakënaqësi. Kam qenë një ndër ta. Po pra, dhe ke shprehur pakënaqësi. Sot që ke 6 vjet kryetari i bashkisë në mandatin e dytë, do të ndryshojë gjë, të kthehesh një Ervin Demo, pedagog, profesor, edhe thoshe që ama ky kryetari i bashkisë këtë se ka bërë mirë, ama ky kryeminist se ka bërë mirë. Sot ja ku e ke bërë vetë. Tani, kjo është përgjegjësia e administrimit, të administruarit e një qyteti, apo mund të jetë një dikastera, mund të jetë një qeveri. Kuptohet që ne duhet pranojmë edhe diçka tjetër, që është gjithmonë shumë më lehtë për të bërë oponencën, kritikën,
e përdor oponencën me që ne kështu e përdorim në universitete, por është shumë më lehtë për të bërë kritikën dhe shpeshherë është shumë më vështirë për t'i bërë gjërat që ndodhin. Dhe kuptohet shpeshherë ka dhe një ndek midis tyre dyja. Por unë besoj që kur kritika është e shëndetshme, absolutisht i bën mirë procesit dhe të administrimit. Edhe unë personalisht, edhe për sa i përket punës time që kam bërë në Berat, unë kam qenë të paktën kolegët e mi e din këtë gjë shumë mirë, stafi i bashkisë etj me radhë, që unë kam qenë ndër kritikët më të mëdhenj të vetes time dhe pastaj edhe të gjithë stafit që unë kam bashkëpunuar atyre 6 viteve, sepse Berati nëse ka ndodhur kjo histori suksesi sot, që ka një transformim gjatë 5 viteve të fundit që është rrënjësor dhe këtë nuk mund ta mohojë askush dhe këtë e pranon jo vetëm banorët e Beratit, por mbi të gjitha e ndjejnë dhe njerëzit që vinë vizitojnë qytetin e Beratit, që tashmë janë me qindra mijëra me milion. Është bërë fal konsistencës dhe gjithmonë dëshirës për të përmirësuar dhe mos të ndalur asnjë ritmin e ndryshimit. Sepse ju e dini shumë mirë që kur ti në administrim të aq më shumë të një qyteti, por në administrim të çdo lloji sipërmarrje tjetër, ajo. Konsistenca është elementi që e bën gjën të lëvizin në mënyrë më të qëndrueshme. Sepse ti fillon, për shembull, mban një ritëm të fortë 1 vit, 2 vjet, pastaj ndodhin gjëra ose ndodhin shpërqendrime politike, mund të jenë shpërqendrime të jetës personale, çon si ka. Por konsistenca e bëri që Berati në 5 vjet, në çdo vit ne kemi rritur performancën e qytetit. Qoftë në nivelin e investimeve që ne kemi sjellë në qytet, qoftë në mbështetjes së partnerëve ndërkombëtar dhe nuk është rasti që Berati është bashkia numër 1 në Shqipëri për sa i përket projekteve të financuara nga donatorët. Dhe ajo është absolutisht punë e jashtëzakonshme që ka bërë gjithë institucioni për të fituar kredibilitetin, për të pasur projektet e duhura dhe pastaj patjetër për të pasur implementimin e efektshëm. Dhe sot Berati, unë besoj që mua më bën krenar për zgjedhjen që kam bërë, që ju futa politikës, sepse në një lloj mënyre fati që më solli pozicioni i kryetarit të bashkisë për t'i dhënë mbrapa komunitetit nga i cili unë isha rritur ose kam prejardhjen, patjetër është një gjë që unë nuk do harroj kurrë. Por kjo nuk do të thotë që unë të largohem nga Berati. Sepse ja do vim aty. Më lë të them 2 fjalë tani. Zoti Dema, po drejtojmë kështu sepse unë kisha pritshmëri për ju, por kur kam shkuar në Berat dhe e kam vizituar rrugicë për rrugicë për të parë, ishte një kreshëri e imja, të kam bërë mesazh, po ta kam shkruar në Facebook, rrezikat të Facebookun të nuk e menaxhon veti. Facebookun janë s'para se e ke çon Facebook, po ti ke pas numrin tim. Jo, po nuk të ti e rrjeteve online. Nuk doja të çoja në numër, sepse unë doja ta bëja kështu si zyrtar. E kuptoj. Unë erdha mbas disa vitesh në Berat dhe vizitova me familjen time Beratin, jam mrekulluar. Domethënë nuk e them shpesh këtë fjalë kështu, po Ervin, ty bashkë me gjithë njerëzit, sigurisht ti s'e ke bërë vetëm, bravo për atë punë që keni bërë. Jam mrekulluar, jam habitur. Gjyshja ime është nga Berati. Dhe unë kam një lidhje me Beratin, po ajo që kam pësuar aty, jo Kalaja, jo pasaj Gorica, lumi, urat, mënyra se si jetonin qytetarët aty, turistët, unë jam mrekulluar. Do të thonë, sa turist kam takuar atë ditë unë isha dhe turist atë ditë, do të thonë, nuk i kam takuar në Tiranë, aq shumë. Dhe për këtë, bravo ju qoftë, unë të shkruajta një gjë, pothuajse zyrtare, i dashur kryetar i bashkisë së Beratit. Dhe thashun sa merr nga këta dhe jo më kot nuk ta çova në WhatsApp, sepse doja ta bëja kështu si një vizitor që i shkruan bashkisë, jo si një i njohur. Ktu e kisha fjalë. Që Berati është një qytet i magjishëm. Edhe ndërthurja që qyteti ka me atë çfarë na ka lënë paraardhësit tanë, që është një mrekulli për sa i përket duke filluar me lagjet muzeale, po jo vetëm. Por mbi gjitha atë që ka bërë dhe Zoti, sepse dhe shtrirja gjeografike e Beratit, pozicionimi i qytetit është i magjishëm. Zoti Demo e ka thënë Indro Montanelli, gazetari më i madh në botë. Këtë tha sikur e ka bërë Walt Disney. Ska e ka bërë. Qyteti, le unë them qyteti i ëndrave, por Berati, fati i mirë i qytetit gjatë viteve të fundit ishte që transformimi i qytetit përkoi meritjen e jashtëzakonshme të turizmit në vend. E di çfarë mendoj unë shpesh. Sa shkoi numri turist? 10 vjet ne kemi qenë 1 milion turist në 2024. Do të thonë 1 milion. Vetëm qyteti. Si bashki vizitor ne kemi pas 1 milion. Bashkia Berat 1 milion turist.
Ky është rekord, s'ka pasi. Jo, s'ka. Unë të jap edhe një lloj le themi progresionit numrave, sepse në 2019 kemi pasur diku te 170.000 që janë edhe mi turist. Dhe më pas kuptohet, Covidi 2020-2021 ishin 2 vite. 1 milion në një vit, në 12 muaj. Në 22-shin numri kërceu në 400, në 23-shin ne kërceu në 800 dhe në 24-ën ne kemi prekur shifrën e 1 milionëve. Dhe ky vit është vit shumë premtues. Ne shikojmë, unë mendoj që Berati do të vazhdojë rritjen 2 shifrore për të paktën 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Pse? Sepse Berati pikës pari ka herën mbrapa. Sa më suksesshme të jetë Shqipëria, aq më i suksesshëm do të jetë Berati. Sepse pozicioni gjeografik i Beratit, atë çfarë ofron, Berati është unik në vetvete, ose 2 qytete në Shqipëri UNESCO janë vetëm 2, është Berati dhe Gjirokastra. Kështu që nëse një huaj që vjen që do të shikojë diçka autentike shqiptare, se si një qytet është zhvilluar ndër shekuj, dhe Berati ka një histori 2400 vjeçare, Berati patjetër është top destination, sepse edhe lokacioni gjeografik është i tillë, është 1 orë pak nga Tirana, është 1 orë pak nga aeroporti i Rinasi, duhet 1 orë larg aeroportit të Vlorës, bregun e ka afër me investimet e reja, ti lëviz nëpërmet në jug, lëviz nëpërmjet rrugës Ballabanit. Ka dhe projekte të reja do bëhet rrugë e Skraparit, do flasim edhe për rrugën e Skraparit. Por e kam fjalën pozicioni gjeografik i Beratit e bën të qëndrueshme rritjen 2 shifrore e para, sepse kuptohet, kur ne shikojmë atë çfarë potenciali mund të arrijë qyteti, ne duhet të analizojmë disa dhëna makro, kushtet në makro, dhe në makro Berati e ka herën mbrapa gjithkohës. Ajo çfarë duhet të bëjmë mirë në Berat është që ne duhet vazhdojmë akoma të përmirësojmë hapat shpejt infrastrukturën, të rrisim aksesin në zonat të mrekullueshme rizurse që ka Bashkia e Beratit, por jo vetëm, dhe Bashkitë Rrethë Qark. Dhe duhet të jenë të lidhur. Sepse kjo e diversifikon portofolin e jo ta ndash. Jo fare. Berati tashmë paket. Berati duhet të jetë një paket. Kur them Berati them Qarku. Qarku. Sepse ne na duket shumë. Ja tani drejtuesi Qarku tani pra. Po. Ja, tani nuk e them këtë si drejtues Qarku, por këtë e them dhe si kryetar bashkie, sepse bashkë me kryetarin e Bashkisë Skraparit në fakt ne diskutonim shpesh herë, dhe në fakt Shqipëria është shumë e vogël. Qarku është akoma dhe më i vogël. Dhe nëse ti ke infrastrukturën e duhur, distancat, për shembull, nëse ne bëjmë, dhe po e them këtë përpara kalojmë tek investimet e tjera, po. Nëse ne në 2026-ën, siç është parashikuar nga qeveria shqiptare, fillon rruga Berat-Çorovod dhe Çorovod-Përmet. Dhe do jetë trasere, shkuton 15 kilometra. Po jo, vetëm themi gjë. Momenti që Çorovoda bëhet 30 minuta, ti s'ke më Poliçani është 15. Po. Do të thënë ti po flet për distanca të tani për ta mbyllur këtë zoti kryetar, unë do të vetëm një histori të shkurtër kur kam qenë në një specializim në Boston University, vizitoja një muze privat, aty kam parë pikturat origjinale Rembrandt, Picasso etj. Dhe kishte edhe skulptura dhe thoshte me mburrje Ciceronia që këto janë 100 vjeçare, 200 vjeçare, 500 vjeçare, dhe kemi tha dhe një gjë tha këtu sa që është 1000 vjeçare. Ishte një gur, një skulpturë. Edhe thashun, ka është një gjë jashtëzakonshme. Si s'është thashun, unë vi thashun nga një vend që ka 2400 vjet. Në 2001-shin nuk e njinim Google-in, se 2400 vjeçare, tha nga vjen ti më tha. Thashun Berat, Albania. U fut ajo aty, unë thash ku po klikon kjo. Wow, edhe duke bërë wow, ç'është kjo wow. Ç'është kjo, tha unë do vi atje, tha do ta shikoj, tha. Hajde i thashun se po ku e pe, edhe më tregoi Google-in për të parë, unë shkruaj në Google Beratin. Ajo aty u mrekullua. Okej. Tani fillojmë te ajo që quhet pjesa më e vështirë, zoti Demo. Jeni caktuar drejtuesi i qarkut të Beratit, drejtues politik. E para njëherë, ore, si e le Bashkinë e Beratit, më lihet Bashkia e Beratit mes? Shiko, të jemi sinqert me ty, disa ditë përpara se unë të jepja Doreshën, edhe le themi ato ditët pas Doreshën, kanë qenë momente jo të lehta dhe edhe shumë emocionale për mua personalisht. Edhe kuptohet që ajo çfarë ne tentuam të bënim Berat gjatë kohës që unë kam qenë kryetar bashkie, ka kërkuar domosdoshmëri, shumë pasion dhe shumë zemër për të bërë atë çfarë ne kemi arritur të bëjmë. Edhe është krejt normale kur ti përfundon një rrugtim të tillë, patjetër të krijon një boshllëk. Por unë me shumë përgjegjësi e kam pranuar propozimin e kryeministrit për të qenë në listën për deputet qarkut Beratit, dhe patjetër
Kjo shkon në të njëjtën kohë bashkë me përgjegjësitë të qenit drejtues qarku. E kam pranuar me shumë përgjegjësi sepse unë besoj që ky rol i ri për mua në fakt garanton vazhdimsinë e kontributit tim për Bashkinë e Beratit, por në fakt tani për gjithë qarkun e Beratit. Dhe unë besoj që Berati tashmë ka arritur një maturim për sa i përket atyre sfidave të mëdha strukturore që tashmë janë tejkaluar, dhe ato çfarë ne kemi lënë si projekte, të cilat patjetër do të zbatohen në vitet që kemi përpara, e garanton qytetin që të ketë atë rritjen e qëndrueshme që edhe më ajo garantohet edhe ti ishe sigurisht do ishe ti, po edhe të mos ishe, këtë kuptojmë. Ore, po si e lën mesa? Se ti je lindur rritur aty tani, nuk është një gjë e vogël kjo. Unë besoj që se mandati i dytë, nuk është se mandati i parë dhe nuk kishte ndonjë lidhje, po të bësh gjithë ato punë, bësh gjithë ato gjëra dhe ti je kaq shumë i lidhur sa ke qenë ti. Unë besoj që jeta ka ato fazat e veta. Dhe unë besoj që është mirë që në cilën do fazë që ti vendos të bësh tranzicionin në një fazë tjetër, është mirë ta bësh atë kur ti je në kulmin e një faze të caktuar. Unë besoj që e ke lënë në kulmin? Unë besoj që ne në Berat kemi arritur lartësi që kanë qenë të paimagjinueshme më parë për qytetin e Beratit. Edhe këtë qytetarët e kuptojnë, këtë qytetarët e besojnë. Unë ndihem jashtëzakonisht mirë edhe në këtë pozicion që jam tani si kandidat për deputet apo si drejtues qarku, që mënyra se si njerëzit na presin, mënyra se si njerëzit na drejtohen, mënyra se si njerëzit e kanë perceptimin për atë çfarë, jo vetëm për atë çfarë kemi bërë, por mbi të gjitha edhe besimin tek ajo çfarë ne themi që do bëjmë, sepse është shumë ndryshe të besosh dikë që në fakt i ka tregu me vepra, në thonjza, ato të cilat realisht janë gjërat që përmirësojnë jetën e qytetarit, dhe kur ti flet për gjëra dhe për projeksione që çfarë do ndodhi dhe kjo do të vazhdojë, do të ketë një përmirësim të vazhdueshëm, mua më bën shumë të lehtë të tranzicion. Emocionalisht ishte shumë i vështirë. Mos më thoj që ti erdhi keq, emocionove, s'ka dalë një pikë lodhi. Por në fakt ka pas momente që kemi qenë edhe momente emocionale, sepse kuptohet, me stafin e ngushtë, me stafin bashki, po dhe në zonat caktuara kemi pasur momente që patjetër njerëzit. Si të tha kryeministri, Ervin, ti na duhesh këtu apo a pranon të vihesh këtu? Unë besoj që kryeministri bën vlerësimet e veta politike. Unë tashmë e kisha hedhur një gjysëmapi, e kisha hedhur një gjysëmapi duke qenë si drejtues qarku. Si drejtues qarku, okay. Dhe besoj që mbase hapi i passhëm ishte një hap i natyrshëm. E nuhansje. E nuhansje. Po tani unë besoj që shiko, karriera ime, dhe ti e përmendë pak më përpara, profesionale, unë patjetër kam pasur një karrierë profesionale të caktuar edhe në Tiranë, sepse unë pasi u ktheva nga studimet nga Anglia në vitin 2004, unë kam jetuar nga pikpamja jetës profesionale në Tiranë për thuajse 15 vjet. Profesor, pedagog në universitet. Në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik. Si me thënë, Tirana nuk është e panjohur për mua nga pikpamja e korridoreve dhe mënyrës se si Tirana funksionon. Por unë po e përmend edhe një herë, unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për vlerësimin e kryeministit, dhe ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një vlerësim politik, pikëspari nga pikpamja e pozicionit si drejtues qarku, patjetër është dhe një vlerësim edhe të qenit kandidat. Edhe në këtë pikë unë jam totalisht i motivuar që si kandidat sot dhe si deputet nesër të jap maksimumin tim si në rolin politik për sa i përket rezultateve elektorale që ne duhet kemi në qark në mënyrë absolute, dhe patjetër pastaj dhe rolin tim si deputet për të bërë më të mirën për gjithë qarkun e Beratit, pa përjashtim, pavarësisht se unë këtu jam pak i njanshëm ose i perceptuar si njanshëm, se kam qenë kryetari i Bashkisë Beratit, por këtë unë ja u them me bindje që unë do të jem shumë i vëmendshëm për gjitha bashkitë. Kam edhe një gjysëm po e quaj paragjykimi edhe për Kuçovën, që të jem drejtën, sepse unë kam pranuar që të përfaqësoj edhe zyrtarisht Kuçovën si deputet, sepse unë kam një lidhje nga ana e babait. Babai me ka prejardhje nga ajo zonë, kurse nëna është në Berat, dhe patjetër që edhe këtë sfidë. Babai ju është me origjinë nga Kuçova. Po ju lindur unë jam lindur në Berat. Jo, po flasim tani. Ata që na ndjekin. Jo, po flasim për dekada, nuk bëhet fjalë për moshën time. Tani unë do doja energjia. Edhe ti e ndjek damarin e gjyshëve të tu edhe. Pa diskutim. Tani ne nuk i mohojmë dot gravitet. Do doja listën e kandidatëve të qarkut të Beratit, të Partisë Socialiste, dhe nga ju zoti Demo, unë do doja një vlerësim për gjithë. Enriketa Jao në listën e mbyllur. Unë e kisha para disa ditësh, për mua ka qenë një zgjedhje smart. Doktoresha
në listën e mbyllur është politikane e re, sepse nuk ka qenë pjesë e politikës, por jo një personazh i panjohur në skrapar dhe më gjerë madje, sepse doktoresh në Spitalin e Traumës në Tiranë, reanimatore, anesteziste, dhe pinjolle një familje shumë të njohur skrapar. Alushan. Nuk e di, a e di kaq mirë se e di unë, po besoj do ta di shumë më mirë se mua, se ti ke bërë dhe libra, por patjetër që unë e di dhe nuk diskutohet. Dhe bashorte e një doktori po ja nga skrapar. Të nderuar. Shiko, Enriqueta do doja për secilin një profil. Do t'i japum. Tani Enriqueta për mua është një mjekë e spikatur. Pikspari është një mjekë e cila ka një reputacion totalisht të pakontestueshëm nga askush, duke filluar nga kolegët e vet. Unë pata kënaqësinë ta njeh gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve. Më ka lënë ndjesi dhe energji shumë pozitive për atë çfarë ajo përfaqëson si individ Pikspari. Dhe patjetër pastaj i gjithë bagazhi që ajo mban, që është përgjegjësi e madhe të kesh me emrin Alushani, të kesh le të themi bashorti me emrin Ja ose me dy emra, Alushani dhe Ja. Është dhe Ermonela nga krau tjetër. Kunata. Kështu që dhe ajo, më fal, ajo e kishte pritur shumë mirë. Ma tha Enriqueta me të drejtën. Do të tha në intervistë. E tha okay. Që Ermonela ka pritur shumë mirë dhe madje kur i kam thënë fillim, tha pranoj, domethënë mendimi i saj ishte për po. Domethënë dhe ky ishte të dy familjet janë familje të spikatura nga zona e Skraparit. Dhe kjo patjetër e ngarkon me më shumë përgjegjësi Enriqueta. Sepse kur vjen nga një start i tillë, ti duhet mbash edhe stekën lart. Dhe Enriqueta patjetër. Dhe Enriqueta unë jam i bindur që aq më shumë me atë çfarë unë kam parë dhe në territor gjatë këtyre 10 ditëve le të themi që gjatë prezantimit që është pritur jashtëzakonisht shumë. Po pra, si është pritur shumë. Është pritur shumë pozitivisht. Keni bërë shumë takime deri tani? Po, ata janë unë kam qenë vetë në disa prej takimeve, por ata janë vetë territor tashmë, domethënë kandidatë për deputet janë territor tashmë. Dhe janë gjithkohës duke kontaktuar me komunitetin që do përfaqësojnë. Sepse ajo 6 deputete tani, duke qenë listë mbyllur. Po tani që s'ka lidhje fare kjo, ne do vazhdojmë se edhe unë jam në listë e deputetëve, kështu që i bie mos bëj fushat. Ti je drejtues qarku, që është deputet. Enriqueta është edhe më e motivuar për të u lidhur me komunitetin, pikërisht sepse është listë e mbyllur. E kuptova. Sepse dhe vlerësimi është dhe më i madh, edhe patjetër që përgjegjësia është dhe më e madhe. Dhe unë jam i bindur që Enriqueta është duke bërë këtë gjë shumë mirë, dhe unë jam i bindur që me Enriquetën ne bashkë me kandidatin tjetër që unë do e prezantoj pas Enriquetës, në fakt kemi arritur një gjë. Unë besoj që ky është një prezantim shumë i hijshëm i Skraparit si zonë. Po, sepse unë besoj që vlerat të cilët mbartin të dy kandidatët, duke filluar nga Enriqueta pastaj edhe nga Hyseni. E ke fjalën për Hysen Buzali. Hysen Buzali, që është kandidati. Po e marr, unë po t'i ndaj me zona, po t'i bëj prezantimet me zona. Po, domethënë kandidati i fundit në listën e hapur, Hysen Buzali, është edhe ai kandidat për zonën e Skraparit. Për zonën e Skraparit. Edhe ai është djalë. Mund t'i bësh një profil Hysen Buzali? Tani të dy kanë të përbashkët. Po, që të dy vinë nga fusha e mjekësisë. Të dy i kanë shërbyer mjek është Hysen Buzali. Shkencave mjekësore, administrator në struktura mjekësore, me një eksperiencë gjatë administrimi në struktura mjekësore, si administrator dhe i spitaleve private etj. Me radhë. Ka dhënë shumë për jo vetëm pacientët, por dhe sidomos për banorët e zonës. Është i lidhur me njerëzit. Është shumë i lidhur me njerëzit, siç është edhe Enriqueta, të dy janë shumë të lidhur me njerëzit dhe për shkak të profesioneve që kanë. Dhe të dy mbartin vlerat jashtëzakonshme njerëzore Pikspari, sepse unë besoj që një deputet i mirë dhe i efektshëm në fillim duhet mbarti vlera njerëzore, sepse në fund ditës, sidomos kur ti ke të bësh me qytetarët, gjëja që ty të lidh më shumë është pjesa njerëzore dhe shpeshherë jo çdo problematike e qytetarëve mund zgjidhet, por nëse ti të paktën i jep pranë nga pikpamja njerëzore, ja ke zgjidhur të paktën psikologjikisht një pjesë të sfidës ose të problemit që ai ka. Dhe unë besoj që të dy kandidatët kam vlerat të jashtëzakonshme dhe unë kam thënë një fjalë që në fakt unë besoj që janë njerëzit e thjeshtë që bëjnë gjëra të mëdha. Dhe nuk kishte nevojë për emra kaq pompoze ku ta di unë. Tani emra pompoze. Skrapari është më se i përfaqësuar me të dy kandidatët, unë jam i bindur që rezultati më spektakolar do jetë Skrapar në 2025, në krahasim me 2021, do jetë Skrapar. Okej, personazhi tjetër, ju lutem full screen nga lista e hapur.
Mateja Rexhepi, Dhe të marrë 2 kandidatet për Bashkinë e Beratit. Në Bashkinë e Beratit janë 2 zonja të cilat përfaqësojnë patjetër dhe unë, po unë jam listën e mbyllur, po në listën e hapur kemi 2 zonja të cilët janë përfaqësuese tashmë në listë. Atigje Ekonomi ka qenë. Atigje Ekonomi ka qenë deputete, është deputete aktuale. Dhe Mateja Rexhepi, e cila vjen nga të rinjt e Partisë Socialiste, është vetëm pothuajse 26 vjeç, është një vajzë e re, shumë energjike, është koordinatore për rinin për gjithë qarkun e Beratit. Është një vajzë e cila ka qenë shumë pranë komunitetit edhe për shkak të... Si do bëj një vajzë 26 vjeçare deputete atje? Si do bëhet deputete? Ta them unë. Për çfarë do ta votojnë? Ja, ta shpjegoj unë. Unë besoj që pikë pari lista jonë është e përbërë nga 9 kandidatë. 7 listën e hapur, 2 listën e mbyllur. Unë besoj që lista duhet të balancuar për të përfaqësuar të gjithë grup moshat. Ke profesion të rinj të ke fjalë. Patjetër, nuk mund të kishim një listë me 9 veta në qarkun e Beratit dhe mos kishim tani ne jemi shumë të rinj aty, se jemi të gjithë 40 vjeç. Mosha mesatare më duket është 42 në listën e Beratit, 42-44 maksimumi. Por patjetër ne duhet të kishim një përfaqësuese ose zërin e të rinjve, qoftë edhe në atë çfarë do të jetë fushat, sepse ajo është përfaqëson të rinjt e gjithë qarku dhe patjetër që dhe mesazhet e saj do të jenë shumë më të lidhura me atë çfarë i prek të rinjt dhe vetë fushata e saj, rrjetet sociale të tjerë do të jetë një fushatë. Tani në aspektin teknik, lutem më shpjegoj diçka, duke qenë ajo 1-3, si llogaritet? Duke qenë 1 në çfarë? 1-3, një zonjë. Të 2 zonjat janë në garë me njëra tjetrën tek lista e hapur, sepse do dalë vetëm një. Jo, tani varet nga votat, mund dalin edhe të dyja. Lista ndërtohet në këtë sens, ose të paktën kodi parashikon që 1-3 emrat cilët dalin deputet duhet të jetë zonjë. Zonjat garën e kanë midis njëra tjetrës, nuk e kanë me kandidatët meshkuj. Meshkujt garën e kanë më vete, zonjat e kanë garën më vete. Që do thotë gara... Si një kohë të këte burrat, këte gratë. Kjo është një arritje tjetër shumë e madhe besoj e politikës shqiptare, sepse kjo garanton përfaqësimin e zonjave. Atëherë si mund të dalin të dyja këto kur garën e kanë me njëra tjetër? Qofse të dyja marrin vota, qofse ato dalin të dyja deputetët e parë me numër votash, më shumë se burrat futen dyja. Futen dyja? Po patjetër. Po kjo është garë. Tani kalojmë te Julian Zyla, është analisti që njohim. Në zonën e Kuçovës ne kemi 2 djem të rinj, prap 2 djem të zonës. Tani, më falë, tem 2 fjalë për Xhekun, për zonën Atigje Ekonomi. E përmendëm po, që është deputete aktuale. Është deputete aktuale, ka qenë një bashkëpunëtore imja më përpara, ka qenë nënkryetare e bashkisë para zgjedhjeve të 21-shit, i njeh shumë mirë problemet e territorit, duke qenë deputete për 4 vjet. Edhe besoj që kombinimi midis të 2 zonjave dhe patjetër dhe me prezencën edhe të po i quajmë edhe deputetëve të tjerë ose kandidatëve të tjerë në zonë, patjetër që ajo zonë do të mbulohet më së miri. Por të 2 zonjat janë zonja shumë të respektueshme në komunitet. Të dyja përfaqësojnë grup mosha të ndryshme, eksperienca të ndryshme, por që unë besoja një vlerë e jashtëzakonshme për listën e Bashkisë Beratit. Dhe ne kemi në listë në total, kemi 1/3 e kandidatëve e kemi zonja. Do të thënë listën me 9 emra ne kemi 3 dhe ndërkohë 1 e kemi të garantuar që do futet në listë sepse është listën e mbyllur dhe 1 do të garantohet patjetër që do të futet në listë sepse do të futet nga lista e hapur sepse parashikon kodi dhe nuk negociohet mandati 5 mandate në Berat. 1 do futet se s'bë. Vjojmë tani me Julian Zyla. Atëherë ne në Kuçovë kemi 2 djemë, është Juliani dhe Ardiani. Julian Zyla është një analist, ju besoj patjetër që duhet ta njihni, është një djalë i cili ka eksperjenca edhe nga pikpamja e fushës arsimore në vende të ndryshme, duke filluar nga Amerika. Është një djalë i ri, është një djalë i asaj zone, është rritur dhe lindur në atë zonë, ka një prejardhje me të drejtën. Në Kuçovë. Lindur rritur në Kuçovë, ka një prejardhje nga zona e Skraparit, si mbiemër. E ke skraparizuar fare listën? Jo, është Kuçovarizuar. Se ka shumë? Por jo, ai është lindur rritur në po ka një origjinë nga Skrapari. Pra Zylat janë fis nga Skrapari. Por besoj që është përfaqësues, është dhe Ardian Islami dhe Ardian Islami po ashtu është një djalë nga ajo zonë, lindur rritur në Kuçovë, arsimuar në Kuçovë. Islami në Kuçovë janë shumë njohur, është një familje. Dhe të dy janë profesionistë të rinj, janë një moshë. Po, dhe ne jemi të gjithë në një moshë, të gjithë 40 jemi. Dhe besoj që ata jo vetëm përfaqësojnë komunitetin e Kuçovës më së miri,
bashkë me mua, unë e përmenda pak fillim, por në të njëjtën kohë besoj që të dy kanë energji e cila i ka munguar fushatave në Kuçov. Janë të dy personazhe të cilat janë të rinj, janë personazhe të cilët vazhdojmë atë idenë njerëz të thjeshtë por që bëjnë gjëra të mëdha dhe normalisht edhe në zonën e Kuçovës ne kemi pasur një pritje shumë pozitive të dy kandidatëve. Ertis Hyka, më fal? Erdisi është një djalë nga zona e Dimalit, lindur rritur në Dimal, po, është kandidat i cili mbulon atë zonë. Profesioni nga vjen? Atëherë Erditi ka përfunduar studimet në Itali, ka punuar gjatë në pushtetin vendor, ka qenë dhe administrator i njësi administrative në zonën e Dimalit dhe më pas ka punuar për një kohë gjatë në projektin Bashkitë Forta që financohet nga qeveria zviçerane, pothuajse 6 vjet. Ka punuar shumë me ndërkombëtarët, sidomos për fuqizimin e pushtetit vendor. Dhe patjetër ai sjell një zë shumë pozitiv për sa i përket atyre çfarë ka nevojë pushteti vendor në vazhdimsi, por në të njëjtën kohë sjell eksperiencën e vet direkte nga pushteti vendor. Ai ka një ndërthurje shumë pozitive me Fadil Nasufin, sepse dhe Fadili është deputet. Tani ndalojmë çik. Këtu Fadil Nasufi është pjesa, po themi, old. Po tjetër, sepse ne besojmë te ndërthurja. Old but gold, domethënë. Prandaj e ke futur Fadili ka dy gjëra. Fadili e para është një memorie historike e rrugtimit Partisë Socialiste në qarkun e Beratit në 34 vite. Edhe me detyra ekzekutive. E para detyra politike. E dyta nuk diskutohet që ka karrierën e vet administrative, ka qenë kryetari i Bashkisë Beratit 3 mandate, deputet. Ka qenë deputet 2 mandate, ky është mandati i treti i Fadilit. Po kështu i bie. Kështu i bie. Dhe besoj që dhe unë jam i bindur që në fakt Fadili me gjithë eksperiencën e vet bashkë me Erdisin në zonën e Dimalit. Se dhe Fadili është në zonën e Dimalit? Fadili mbulon zonën e Dimalit. Po si ai ka qenë kryetar bashkie i Beratit, s'ka qenë. Fadili në pozicione politike ka mbuluar politikisht zonën e Dimalit në disa palëzjede. Kështu që Fadili është fokusuar atje për të sjellë eksperiencën e vet në atë zonë elektorale dhe unë jam i bindur që bashkë me Erdisin, që është djali i asaj zone, unë jam i bindur që nga pikpamja elektorale do të sjellë rezultat shumë të mirë. Dhe në të njëjtën kohë unë duhet të përmend diçka tjetër që ne kemi një lloj vazhdimësie, po quajmë edhe të historikut të strukturave, por edhe të listës deputetëve aktual, ku ne kemi 2 deputet nga lista aktuale që cilët janë prezent në listën e sotme. Është Atigje Ekonomi dhe Fadil Nasufi. Një pyetje kam, Bardhyl Kolçaku dhe Nasip Naço, deputet aktual të qarkut të Beratit, nuk janë. Tani për hir të vërtetës, të dy kanë marrë një rezultat jo të vogël, jo të ngushtë në zgjedhjet e kaluara. Dhe Nasip Naço ka qenë madje dhe pjesë e Partisë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa Bardhyl Kolçaku nga general, shefi i shtabit të ushtrisë, kaloi në politikë dhe ai ka marrë jo pak vota. Pse nuk janë këta të dy në listë? Shiko, nuk ka arsye përse, ata janë të dy deputetët, se janë deputet aktualisht. Po. Deri në fund gushtit. Po, ata mund të jenë deri në shtator, deri kur konstituohet parlamenti i ri, por deri në gusht po. Të dy deputetët në fakt që përfaqësojnë qarkun e Beratit janë 2 figura shumë të respektueshme për atë zonë elektorale që ata përfaqësojnë. Kuptohet që nëse shikoni në tërësi lista e Partisë Socialiste, ka një transformim nga pikpamja e prurjeve të reja që ne kemi në listë dhe atë çfarë në fakt do të jetë në një lloj mënyre dhe qasjet që ne do të kemi në këto zgjedhje, sepse ne kemi treguar qartazi dhe me listat që Partia Socialiste është vetëm një forcë tradicionale sot në territorin Shqipëri që e ka fuqinë e brendshme që të rigjenerojë energji të reja në çdo cikël. Keni qenë pa kënaqur nga Kolçaku dhe Naço? Nuk ka lidhje fare me pakënaqësitë. Kjo ka qenë një ata janë nxitur që kjo është një vendimarrje që është marrë në dakortësi dhe nga ata? Në rastin e zotit Naço, ka qenë një zgjedhje e vet. Për të vazhduar mbas edhe një karrierë gjatë që ka bërë në politikë etj me radhë, ka qenë një zgjedhje personale. Në rastin e zotit Kolçaku vazhdon të jetë në Kranesh dhe jam i bindur që do të ketë. Është fushat?
Patjetër që do të jetë Po zoti Naço është fushat? Dhe tani fushata s'ka filluar zyrtarisht, që të kuptojmë. Ju keni ndezur motorrat. Ne jemi në para fushat, në fushat organizative, unë jam i bindur që të dy deputetët, absolutisht do të jenë të dy deputetët do të jenë në këtë sfidë Partisë Socialiste, sepse janë dy deputetë që kanë dhe gëzojnë mandatin e Partisë Socialiste. Kisha një pyetje për kampin kundërshtar. Nëse është e mundur regjia kandidatët e Partisë Demokratike, cili është synimi juaj? Sa deputet do merrni në 11 maj? Ne nuk merremi fare me listën e kandidatëve që kemi përballë, që të jemi sinqert. Unë bile tani po shikoj të shkruar në një vend atë, se kam parë fare. Tani ka dy gjëra. Se ke parë fare listën? Le ta them, mund ta shpjegoj pse. Unë besoj që fushata dhe do të kuptojmë, unë tashmë bëra eksperiencë, kam kaluar 3 sfida zgjedhore në qarkun e Berat, ose të paktën Berat, edhe patjetër kam kuptuar dhe qarkun, edhe nuk e diskutoj këtë gjë. 2 betejë për kryetar bashkie dhe 2 e ke fituar. Një betejë në 21. Edhe një palëzjedhje të përgjithshme. Dhe zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Kështu që e para unë di them një gjë, që fushata s'pari duhet fokusohet e marrëdhënia që ne ndërtojmë me votuesin dhe besimin që ne arrim të krijojmë te votuesi. E para. E dyta, unë besoj fort tek një fushat me energji pozitive dhe nëse ti merr zgjedhjet e mia të fundit në 2023-shin, ka qenë rezultati më i thellë që është marrë ndonjëherë në territor nga Partia Socialiste në 2023. Në 2021-shin Partia Socialiste ka marrë 55% votave. Në 2023-shin unë kam marrë 62% vota. Tani sa synoni? Ne nuk diskutohet që do të rinte njëjta performancë zgjedhore, nuk diskutohet i mbrojtur me mira vota mandati 5. Domethënë 5-2. E pa diskutueshëm. Dhe po s'është ndonjë lajm i rikë se ne kemi 5 mandate. Thjesht unë besoj që ne tashmë ju jeni duke thënë që do ruani mandatet që keni. Ne kemi ato mandate që janë nuk negociohen, do të thellojmë rezultatin nëse ne mandatin e 5 në zgjedhjet e 21-shit i fituam për pak vota, me sforcë le themi në finish. Në këto zgjedhje mandati 5 do jetë i mbrojtur me disa mira vota. A ju sikletos Lefter Maliqi, që pretendojnë që është një hambar votash në zonën e Kuçovës? Unë mendoj që secili kandidat, aq më shumë kandidatët e opozitës, me demokraci, se cili do provohet në teren, patjetër që... Jo, ai deri tani gara që ka qenë është provuar dhe ka marrë jo pak vota. Cila është gara? Po ka qenë kryetar komune, ka qenë në garë për deputet pavarësisht ka Unë mendoj dy gjëra. Dhe thashu nuk duhet merrem me emrat përveçëm në asnjë rast. Unë mendoj që unë e njoh dhe personalisht Lefterin. Lefteri ka rrugtimin e vet politik dhe kjo është e pa diskutueshme. Në fakt e kanë qark sepse ka lëvizur zgjedhjet e fundit, ka qenë kandidat në zonën e Kuçovës. Por unë mendoj që situata politike ndryshon dhe momentumi politik ndryshon nga një palëzgjedhje në zgjedhjet e tjera. Dhe unë ajo çfarë besoj është që kandidatët e Partisë Socialiste për zonën e Kuçovës janë përfaqësues shumë të fortë edhe nga kampanja elektorale për të çarë vot në zonën e Kuçovës. Kuçova është zonë e majt. Edhe nëse ka pasur ndonjë incident vogël rrugës, nuk ka shans të ndodhi më. Partia e Lirisë ose LSI-ja e ka pasur bastion e vet qarkun e Beratit dhe veçanërisht Skraparin. Si është situata në këto momente? Atëre, unë do të them vetëm një gjë. Po? Unë besoj që zgjedhjet 2025-s do të jenë zgjedhjet të cilat do të konsolidojnë shtratin tradicional të votave të majta në qark. Do të thënë, ju po thoni që Partia e Lirisë do largoj atë të qenit bastion, nuk do ta ketë më bastion? Unë besoj që Partia e Lirisë nuk mund të ketë bastion në asnjë zonë, por jo vetëm Berat. Skraparin e ka pasur. Por do të kuptojmë diçka. Po? Në qoftë se ne do të flisnim vetëm me analiza statistikore, të rrim të ftohtë emocionalisht dhe mos fusim variabla të ndryshme, ti çdo lloj parashikimi që bën, ti merr të dhënat e fundit ose kur ti analizon një grafik, ti merr dhënat e fundit dhe bën një projektor dhe nxjerr një projekcion. Qofse ti merr
votat e LSI-s ndër vite, duke filluar që nga viti 2005. Janë rënë? Ti e ke po është fakt elektorale. Kulmi arriti 2017. Ta është fakt. Tani është rënë. Po i ke nga zgjedhje në zgjedhje, në 2017, 2021 dhe logjika të çon që ai projekcion thjesht sikur të bësh analiza statistikore do të vazhdojë detyrimisht. Tu po flet si pedagog i ekonomist në unë besoj që numrat janë kokëfort. Ne mund të flasim me emocione, ne mund të flasim politikisht, ne mund të flasim edhe me një listë dëshiras. Por numrat janë kokëfort dhe numrat në qark janë kokëfort. Dhe nëse ti merr dhe analizon, dhe ne besoj i kemi analizuar me shumë kujdes, shifrat le themi të 20 viteve të fundit, po sidomos të 3 betejave elektorale të fundit, që janë përfaqësuese të situatës tani, projeksionet janë shumë të qarta. Unë besoj fort që ne do të kemi një konsolidim edhe një herë të shtratit të votës së majt në qarkun e Beratit. Dhe në fakt, zgjedhja e 25-s do të projektojnë fuqinë elektorale që do të ketë Partia Socialiste për 10 vite të ardhshme. Do të jetë një cikël i ri politik për qarkun. Kam 3 fotografi për ju që lidhen me qarkun e Beratit. 2 janë për atë që ju e keni bërë si transformim, dhe ky është fakt, nuk është se më pëlqen shumë kjo foto, nëse është mundur regjia full. Që ta themi gjën, do ta bëj këtë përpara 10 vjetëve, 15 vjetëve, 20 vjetëve. Do të them vetëm një gjë, kur janë futur në zyrë, ajo zonë e qytetit ka qenë pothuajse gjithë errësirë. Bravo. Do ta them, domethënë ne jam i bindur qytetarët e Beratit. Unë do të jap një shifër ty tani. Se është shifër teknike, por që të tregon shumë gjëra. Në bashki gjatë 5 viteve të fundit, në bashkinë Berat, janë shtuar ndriçim publik, poça, llamba, quaj si duash. Sa? 6.000 dhe ndërkohë nga ajo çfarë ishte rjeti standard që ka pas qyteti, nuk ka asnjë poçë të djegur. Domethënë jemi 6.000 ndriçues më shumë në gjithë territorin, se ne kemi shtrirë ndriçimi publik edhe në zona. Ka akoma punë për të bërë. Po fatura sa të vinte ty për të paguar? Ky është një risi tjetër që ne kemi bërë. Një pjesë e mirë e ndriçimit, tani falë teknologjisë, që është e gjitha LED, kuptohet që ti balancimin e ke, domethënë fatura e energjisë patjetër që është rritur, por nuk është rritur me disa herë, sepse janë shtu numrat e llambave, por ke alternativën. Po për shembull, nëse shikon qendrën atje ti, rrugën kryesore të pedonales, dhe unë këtu do përmend do falenderoj një nga partnerët tanë, edhe gjithë ndriçimi që është Mangalem. Në fakt kjo është foto kjo nuk është e këtij viti të ri, se këtë vit të ri ne kemi bërë ndryshime edhe më të mëdha. Kjo është foto e 2023-shit. Ma kjo më pëlqeu edhe si realizim. Jo, po është më e bukur tani. Tani është më bukur, si shkoi pemën e vitit të ri unë, ka qenë tek ure varur sepse ka qenë duke u ndërtuar parkimin në Toksor, sepse ne rihapëm sheshin këtë vit, ku bëm edhe Christmas market. Dhe është më bukur tani, sepse ne kemi përfunduar të gjithë ndriçimin në aksin kryesor pedonale dhe në Mangalem. Fal financimit qeverisë zviceriane, janë vënë të gjitha shtyllat e reja që janë fakti japin një madhështi tjetër qytetit. Unë të sugjeroj të shikosh se është ndryshim i jashtëzakonshëm. Dhe projektin vetvete në thelb kishte eficiencën e energjisë. Por ai ka përmirësuar edhe nga pikpamja vizuale. Të filmit General Gramafoni tha Indeze ato me ato të ullore. Po, foto tjetër është nga Kalaja e Beratit. Kjo është qershia mbi tort. Tani këtë na e kanë dhënë para artësit, që të jemi sinqert, ne kemi detyrë vetëm ta ruajmë dhe ta mbajmë pastër. Po unë prapë po të them edhe një gjë për këtë, sepse duket që çdo epokë e historisë ka gurin e vet aty në Berat. Kështu Kalaja e mëshiron historinë, sepse ti në Kala ke në muret e Kalas, ti në fakt shikon rrugtimin e Kalas, sepse ti aty të fillojnë gurët para 2400 vjetësh dhe ti shikon epoka të ndryshme, bizantine, otomane, romake, të cilat fillojnë edhe zhvillohen në muret e Kalas. Dhe po dhe për Kalan në 2019-ën Kalaja ka pasur barin mbi gjuhë. Shumica disa prej aseteve të Kalas nuk aksesoheshin, ishin të pa aksesueshme. Ne në Kala tani jemi duke bërë në fakt një studim bashkë me ADF-n, bashkë me projekt tjetër? Ai do jetë projekti Qershia mbi tort, është një projekt që fakt po e bëjmë bashkëpunim me një studio nga më të njohurat që merret me zonat të mbrojtje UNESCO.
do të jetë një ritrajtim i plot i gjithë zonës Kalas. Restaurim i çdo gujë. Jo, në Kalas nuk ndryshon gjë. Restaurim flas. Restaurim i çdo gjëje, të cilat dhe krijimi, sepse Kalaja ka asete të fshehura që ti si ke parë për shembull. Sepse janë të patrajtuara. Duan përkujdesje, duan hapur, duan ndriçim, duan i gjithë rrjedha e mënyrës së lëvizjes Kala. Po ja, ai hambari i madh është ujin, sterën aty. Stera e Kala, po ajo është ajo është historik më vete. Jo, është historik më vete, po të vinte frikë ta afrohesh. Jo, patjetër, po nëse ajo restaurohet, ajo është e jashtëzakonshme. Foto tjetër, në fakt, është një gjë që unë e kam dhe për zemër, por që kryeministrit, nuk e di juve, ka bërë një full screen, lutem. Ishulli në Osum, unë e kam bërë pyetje kryeministrit kur e kam pas në intervistë, do ta bëj, tha, parësi se e proklamoi në 3D në mandatin e parë. Ky është një projekt i bërë nga inxhinierit italian gjatë luftës dytë botërore, po që nuk u ndërtua kurrë. Ti je dakord që të bëhet ky ishull? Atëherë më lejo ta them kështu. Ishulli nuk është qëllimi në vetvete, nuk duhet ta ngatrojmë. Berati nëse ka sot asetin më të madh që e ka të pashfrytzueshëm është lumi. Nuk është shfrytzuar. Shfrytëzohet lumi. Do të shpjegoj pse. E para që ose shefa ti atje ke një pasqyrë ujore shumë të madhe, që realiteti s'është ashtu. Po s'është ashtu. Tani me ndryshime, tani shiko, ti e mban mend zonën, unë kur jam rritur, tomori në gusht, maja tomorit rinte me borë. Po. Tani ti në prill, maj nuk ke më borë në tomor. Që do të thotë, nuk ke më ujë në Osum. Zvogluar, ja zvogluar prurje. Patjetër. Shonemi sezon akoma sezon reshjes në Thonjza. Po kur vjen aman ai, e rrëmben ishullin edhe i Beratin. Jo, do të shpjegoj diçka. Se tani mos bëjmë ne të rrëmbejmë ishullin se ka ecur ai shumë teknologji e ndërtimit që sepse janë ngrit qytetet në det, në ishull, jo më vetëm më dëgjoj pak Klota. Duhet të largohemi nga qëllimi i vetvete që është ishull. Më dëgjoj. Dhe për mua ky është projekti më i rëndësishëm ose dy janë projekte, ne kemi shumë projekte për qytetin, po dy janë projektet më të rëndësishme. Qershia mbi tort është Kalaja dhe plotësimi i gjithë restaurimi Kalas flasim. Dhe me krijimin e gjithë domethënë krijimi parkimeve, domethënë transformim funksional i Kalas. Nuk është se ne do ndryshojmë shtëpitë e tjera. Kalaja bukurinë e ka atje. Po kaldremi do rregullohet, ndriçimi do rregullohet, do hiqen ato kabujt e varur, do pastrohet. Që ndodhin në Gjirokastër? Shumë komplekse Kalaja e Beratit, se Kalaja e Gjirokastër është e pajetueshme. Ne kemi qytet, ne jetojmë njerëz. Është lagje qyteti, aty ka banorë që jetojnë 12 muaj të vitit. Domethënë Kalaja është një dhe projekti i dytë është Shtrati i Lumit. Të dy do jenë projekte emblematike për Beratin. Dhe çfarë presupozon Shtrati i Lumit? Shtrati i Lumit pikë pari është krijimi i një pasqyre natyrore midis dy lagjeve historike, që do të thotë, do të kërkoj ndërhyrje inxhinerike, do aty ku kemi digën, se ka një digë Osumi aty që përdoret edhe për vaditje. Ajo diga nëse ngrihet, po brenda të gjitha kushteve që çdo lloj dhe uji vjen pothuajse në këtë drejtim. Vjen edhe me këtë pasqyrë? Po. Edhe këti krijon një pasqyrë ujore. Gjatë kohës që s'ka reshje flasin ishull do bëhet. Që janë 10, ja dëgjoj pra do vi me radhë. Që janë 10 muajt e vitit. Në fakt sot që ne flasim, ai ishulli që shikon ti aty është më i madh, se është ishull natyror. Unë të sfidoj të hap Google-in tani vetëm futu në art atje, edhe shih, po, e ke fizikisht aty. Është sot. Vetëm thjesht me bimësi, domethënë ekziston, bile është më i madh se çfarë sheh atje. Po jo i ruajtur. Është natyror, thjesht është krijuar nga dhërat që kanë ardhur, nga prurjet e tjera me radhë. Tani ne duhet ta rikthejmë Shtratin e Lumit të përdorur. Kush është ëndra ime? Do duket pak e çuditshme, po besoj në fund do biesh dakord me mua. Çdo beratas, të paktën i gjeneratës time dhe më të vjetrit nuk diskutohen, po dhe pak më të vegjël se mua, ne notin e kemi mësuar në lum. Po not lumi them unë. Ne notin e kemi mësuar gjithë në lum. Me rrjedhë. Ne në verë, në brezin tim nuk shonim dot në plazh 3 muaj të vitit. Ne rinim gjithë në lum. Po nga dita e parë që mbyllesh e shkolla, edhe gjatë shkollës, po kur mbyllesh e shkolla nuk diskutoheshe. Po 3 muaj ishim lum. 3 muaj ishte vetëm lum. Dhe ka qenë eksperjenca të jashtëzakonshme, që unë besoj që fëmijët e sotëm i mungojnë shumë këto eksperiencë.
Fatkeqësisht kjo ka humbur. Ti nuk shef më njerëz në lumë. Mos më thuaj që do bësh plazh. Dëgjoje tani. Dëgjoje më mend. Në fakt tuajt shkojnë sot në lumë. Që flasim ne. Po ka një barierë lumi i Beratit sot. Nëse shikon gjithë gjatësinë e qytetit, zonës urbane, ne si shumë qytete në Shqipëri fatkeqësisht. Ujërat e zeza, ne i derdhim ku është pika e kontaktit parë me ujin, që i bie të jetë lumi. Dhe ne i derdhim lumë sot. Po. Për pak javë në Berat fillon implementimi i projekti 26 milion euro, që është një arritje jashtëzakonshme, e financuar nga qeveria gjermane nëpërmjet KFV-s, që ne do ndërtojmë implantin e përpunimit të ujërave të zeza, që do të thotë i gjithë gjatësia e qytetit, ujërat nuk do të derdhen më në lumin o sum. Po ato do të mblidhen, janë ndërtuar një pjesë e mirë e kolektorëve tashmë të ndërtuar. Në hyrjet qytetit do të ndërtohet implanti i përpunimit të ujërave, ai përpunojnë ujërat dhe ti mund ta përdorësh për vaditje ose hedh në lumë edhe është ujë sanitar, është ujë i pastër. Që do të thotë, në gjithë gjatësinë aty që kemi ne nuk do të kemi më ndotje e para. E dyta, kjo do i japi një garanci psikologjike njerëzve që nuk ka më probleme, se tani se ka ndryshuar çik standardet tani në krahasim. Na e bëjmë pisë edhe ata skrapalinte. Po s'ka, natyra e blua në rrugës atë mos kemi rak. Por ajo do të, domethënë, projekti 26 milion euro që ka të bëjë me heqjen e ndotjes lumit të sum, është e para. 2. Projekti inxhinierik për të krijuar këtë panoramë dhe pasqyrën ujore në një aset jashtëzakonshëm të qytetit. 3. Krijimi i ambienteve të reja publike. Ti quaj ishull, quaj gadishull, unë quaj si do ta bëni ishull? Edhe njerë pra, është domosdoshme se shtrati është atje, ajo është atje. Ti do përdorësh të krijosh asetet, domethënë të krijosh hapësira të reja publike. Unë e bëj këtë pyetje sepse them si do mbrohet. Jo, si do mbrohet sepse prurjet është gjë më e thjeshtë, mos e s'është problem, ë? Se çfarë ka si edhe njerëz. Jo, edhe njerëz. Unë e kam pasur shtëpinë në buzë të pallati im ishte buzë lumit. Më beso vetëm për një gjë. Gjëja më e thjeshtë është krijimi i një perimetri me pilota që mos ta marrë të vi lumi e të vi çfarë dojë, nuk e merr s'ka garanci. Nuk është problemi inxhinierik. Problemi është që ti si ansambël. Problemi është që ne duhet kemi aty diçka të shkrirë, sepse është në zemrën e qytetit, është midis dy lagjeve muzeale. Dhe ne duhet të balancojmë të gjitha gjërat bashkë. Ne duhet të balancojmë hapësirat publike me ruajtjen e identitetit të qytetit, krijimin e aksesit në lumë, vizualisht krijimin e një panorame krejt tjetër për Beratin, sepse më beso mua, kur mbushet ai shtrati me ujë, dhe kur ti je shef, të jep totalisht tjetër emocion, se sa kur ti je shef sot që aty kalon një sirke. Është totalisht janë dy gjëra krejt ndryshme. Dhe këto gjëra tani ka ardhur momenti që ne mund ta diskutojmë këtë, sepse si thash, projekti për heqjen e ndotjes tashmë fillon implementimi. Është duke u bërë projekti për sa i përket pjesës inxhinierike të sigurisë së lumit, sa ajo do jetë një gjë e studuar, sepse pritat për të arritur këtë gjë, pritat fillojnë lart. Po, më kupton, sepse ajo është një ansambël inxhinierik që krijon këtë gjë, nuk është se ti vetë vën një tani me Beratin mbarove punë domethënë po m'pëlqen shumë kjo, po me skraparën, një rrugë nuk ndërtua. Domethënë nëse ka një skrapali që gjën e parë i kërkon politikës dhe qeverisë është rruga, gjë më elementare. Çdo rrugë në Shqipëri është bërë, në Skrapara s'ka rrugë. Tani çfarë do bëj drejtuesi i qarkut? Ti je, po themi kështu, i fundit ose shpresa e fundit në këtë drejtim. Unë besoj që tashmë un kam një lajm shumë të mirë. Kush është lajmi? Unë kam ndarë dhe me banorët e Poliçanit edhe të Skraparit. Ja u ke dhënë lajm tjetër. Po, e kush është lajmi? Tashmë është futur në programin qeverisës dhe pjesë e projekteve të Ministrisë së Infrastrukturës. Në 2026 kjo rrugë do të fillojë. Cila rrugë? Është totalisht, domethënë rruga pjesa më e madhe është trasë e re. Berat-Çorovot e keni filluar? Berat-Çorovot. Po do jetë e re? Do shkurtoj e re, do shkurtoj 14 kilometra. Dhe nga 52. Nga 52 do zbresi në, le themi në 35 afërsisht. Dhe do të jetë një do ulet poshtë shtretit lumit, sa do djegi në fillim do djegi Luginën, sepse ti secën Lugin sot. Nëse ke parasysh kur ikën Poliçan ti ikën kalon kështu ndërkohë. A di këtë që inxhinieri është futur në burg? Dhe se kjo është rrugë që ka filluar në vitet 30, ëh? Po, shiko, atëre ka qenë çik, se po dalin prapë te kushtet e ndërtimit, se ka ndryshuar shumë tani teknologjia. Po plus që dhe sistemi ka pasur rrugë të tjera. Projekti është bërë nga arkitekt të zonës. Shumë të njohur se s'du t'i përmendem. Po ka tunele apo thjesht është vetëm
atëre, janë dy opsione që një mund të ketë një tunel të vogël, jo shumë të madh, jo si këto tunelet që ne po shohim që po përfundojnë, por është i projekti i mbaruar, është i përfunduar. Është i bërë projekti. Edhe një herë, projekti ka përfunduar. Dhe është poshtë në Luginë, ë? Më dëgjoj, projekti ka përfunduar. Ka përfunduar. Një pjesë e gjurmës është gjurmë e re. Përdoret lugina për të kaluar një pjesë të mirë të këtij trajektore dhe shkurtimi që ty të vjen sepse Sa minuta presupozohet? 35 minuta janë Çorovod. 35 minuta janë Skrapar. Në Çorovod. Në Skrapar. 15 minuta do është Poliçan. Berat Çorovod po thoni ju 35 minuta. 35 minuta. Nga Berat Çorovod që është 2 orë sot. Nuk është 2 orë, 1 orë 20 minuta, po. Jo 1 orë 20 minuta, jo 1 orë 20 minuta. Me çfarë ikën ti me Formula 1, me Ferrari? Jo, me makinë normale, me furgon. Berat Çorovod është 2 orë. Dakor, tjetër 2 orë nuk është aq, po gjithsesi. Pak rëndësika, e rëndësishme është që do minimalisht do përgjysmohet. Më shumë se përgjysmohet koha. Po, më shumë se përgjysmohet. Dhe kjo do e bëj qarkun, po prit, sepse e rëndësishme nuk është vetëm rruga Berat Çorovod. Lidhja tjetër, se është bërë xhep Skrapari. Tjetër. Fillohet ju me këtë xhepi, ma bëni mua xhep kur u futa në zyrën Gjoçik. Kur u futa në zyrën në 19-ën, unë kishte një pesimizëm të frikshëm të njerëzit. Gjërat i dëgjoheshin dy. Berati është xhep, Berati nuk bëhet. Kudo që shkoje xhep nuk bëhet. Bravo, sot xhep nuk s'ka nevojë të jetë xhep. Plus ne kemi hapur se ty po të vjen Ballabani në Ikra. Kemi hapur rrugën drejtim Grapshit, kemi hapur rrugën drejtim Mallakasës. Do hapet rruga tani 26, fillon drejtim Skraparit, hapet drejtim Përmetit, do shkojnë drejtim Vitkuqit, tani kjo që do shkosh Çorovoda ku? Do të Berat Çorovod Çorovod Përmet. Çorovod Përmet. Ajo te 3 urat. Dhe kjo pastaj do e hapi. Sa kilometra Çorovod Përmet? Tani s'ka ngelur shumë asaj, sepse një pjesë është bërë, pastaj ka ngelur 20 kilometra doja. Do të je duke thënë që Çorovoda nuk mbetet më xhep dhe do bëhet rruga Berat Përmet. Çorovoda nuk është atëherë më dëgjoj pak kontekstin e gjës. Unë besoj që qarku Beratit, qarku, dhe pastaj qofse do t'i marrë gjitha bashkit me radhë. Qarku Beratit në vetvete, në qofse ne hapim hartën sot, ne e shikojmë Beratin në zemër të jugut. Ne jemi me distancat barabarta me kufin në lindje, kufin perëndim dhe kufin në jug. Merre shife e ke mes. Tani, ne për të ikur jug lindje apo jug perëndim ne ikim Verinjër, se ikim lart, pastaj kthehemi majtas ose djathtas dhe zbresim për jug lindje apo jug perëndim. Kjo nuk do ndodhi më, sepse ne ku do jemi ne thjesht do çajm. Dhe rruga që unë të përmenda, se s'ma dëgjove, të thash Berat Skrapar Përmet, Berat Skrapar drejtim Potomit, Potom Vitkuq. Vitkuqi janë Korç. Po del Korç pastaj. Po ana e Tomorricës dhe këtu do dal tani. Dhe tani këto që të përmenda, këto miniatura do fillojnë shumë shpejt. Këto janë projekte. Këto janë projekte do fillojnë shumë. Do nuk është vetëm Çorovod Përmet, po është duke u diskutuar Korç. Vitkuq, Korç, po. Pastaj është duke u diskutuar në fakt bashkë me ministren e infrastrukturës, Zoe Balluku, që të ringjallet tradita e rrugës së karvaneve, të cilët i dalin pjesës Tomorricës që thua ti nga krau tjetër, nga Gramshi dhe nga mbrapa Tomorit. Mos më thuaj që është projekt rruga, po tjetë ajo? Atëre, unë mendoj që ne do punojmë shumë fort për bërë projektin. Në qoftë se unë për këto të thash që projekti janë gati, këto do ecin, do bëhen. Nëse këto janë në fazën e idesë. Kjo është ajo del në Berat pastaj, sepse i bi del poshtë, ti zbret direkt në Berat. Dhe ti pastaj ke Berat Korç 50 minuta, do të thotë shumë afër. Dhe karvanet ashtu kanë ardhur. Zonat e Tomorricës kanë ardhur nga mbrapa, le themi, Malit Tomori. Do kalojnë ande. Dhe kjo gjë do e kthej qarkun, qofse ti mendon se rruga e Ballabanit po mbaron. Tani po ta filloj nga Berati unë, ti do kesh 2 rrugë që shkojnë që janë V. Një në Korç, një në Tepelen Përmet. Ke një rrugë në mes që shkon Skrapar dhe ajo prap ka një V tjetër. Përmet Korç. Do të thënë më e rëndësishme nga gjitha këto është që rruga e karvaneve, Çorovod Tomorricë do jetë rrugë, do bëhet projekti për ai do bëhet projekti i ri me standarde shumë të larta. Çorovod Tomorricë Gramsh. Dhe ajo del pastaj edhe në Berat. Del Berat. Ne kemi lidhur tani një pjesë të Gramshit, sepse ne kemi bërë një rrugë tani që del Qafdar Berat. Është duke përfunduar tani. Gjurma ekziston se e kanë bërë të parët tanë, nuk ka se domethënë korçarët aty kalonin shkonin merrnin krip Vlorë, domethënë i binin Tomorit rreth për qark, zbrisnin Berat, iknin vazhdonin rrugën. Dhe
këto 2 vë që unë të thash, se janë 2 vë, janë 2 vë të mëdha dhe është dhe një vë më e vogël, dhe ke një arterie në mes. Shumë interesant. Kjo gjë e hap qarkun në një dimension krejt tjetër. Rrugë e Ballabanit, se duhet të fillojmë që gjëra më rarë. Ballabani përfundoi. Ajo është. Ballabani përfundoi. Momentin e bëjmë aksin qendror Berat-Skrapar me degëzimin e Përmetit, bëhet degëzimi i Vitkuqit dhe pastaj qershia mbi Tor do të jetë rruga e karvaneve që do të jetë në drejtim të Korçës. Për qarkun, ky do të ishte një transformim i jashtëzakonshëm sepse ne bëhemi. Në sa vite mendoj gjithë ato? Unë besoj këto rruga për Çorovod edhe për Përmet, Skrapar, Berat, Skrapar, Përmet, fillon 26-ën edhe përfundon sa do ketë limitet kontrata do përfundoj shumë shpejt. Por unë mendoj që Berati 4 vjeçari unë shikoj një probabilitet shumë mirë, ne do punojmë shumë fort për të realizuar të gjitha. Që dhe ajo që është më e largëta, sepse rruga e karvaneve është më e largëta, sepse duhet bërë projekte etj, po unë besoj që dhe ajo në bashkëpunim me deputetët e Korçës, sepse duhet kuptojmë, i jepet një avantazh shumë i madh Korçës, sepse ajo na bën të dyve shumë mirë. Unë besoj që bashkë me deputetët e Korçës ne do të punojmë fort që atë rrugë ta bëjmë realitet. Dhe qarku Beratit pastaj, unë ja thash dikush me gallat, nga xhep kulet. Dhe qarku Beratit kthehet në zemrën e një unaze shumë interesante të jugut. Po, unaze e jugut. Është një unaze jashtëzakonshme. Dhe me asetet që ka qarku, dhe ti mund të vinë turistët në Shqipëri dhe nuk ka nevojë të shkojnë në asnjë vend të Shqipërisë, po vinë vetëm te kjo unaza dhe ti bën Berat, Përmet, Gjirokastër, Korçë, Sarandë, Det, Mal, ku dush. Ta mbyllim më mirë me këtë se kjo më la shije shumë të mirë. Të falenderoj shumë zoti Demo, të uroj suksese në garën e 11 majit. Edhe në pritshmëri për të realizuar gjitha këto projekte kaq interesante. Shumë faleminderit. Edhe juve shumë faleminderit për ftesën. Qofse ke një mesazh për zgjedhësit e qarkut Beratit, se e drejtuesi i qarkut. Mund të thuash në mesazhi është i thjeshtë. Energjia pozitive që lista e kandidatëve sjell, propozimet që ne kemi për atë çfarë ka ndodhur në fakt deri më sot edhe për transformimet që ne kemi parë në qarkun e Beratit, por dhe mbi gjitha për ato çfarë do të bëjmë në të ardhmen e afërt, nuk ka absolutisht asnjë alternativë tjetër përveç se kandidatëve të Partisë Socialiste në garën e 11 majit. Prandaj Berati më i bindur se kur në 11 maj do ta shprehë dëshirën e vet për avancimin me shpejtësi të gjithë resurseve të këtij qarku të jashtëzakonshëm do ta shprehë me votë. Dhe ajo është vetëm Partia Socialiste. Faleminderit zoti Demo. Faleminderit Ulan. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me drejtuesin e qarkut të Beratit të Partisë Socialiste, zotin Ervin Demo. Në këtë momente ne zoti Demo mund të largoheni, ne presim që të kemi një përballje, një intervistë, po edhe përballje të 2 kandidateve me 2 zonja të qarkut të Tiranës, e para e Partisë Socialiste Silda Çepe, që është edhe zëvendës ministre për Evropën dhe punëve të jashtme, dhe Mimoza Ajdarmata, kandidate e Partisë Demokratike për në qarkun e Tiranës. Unë do doja të bëja në fakt një panoramë të shkurtër për të dy, jo vetëm për 2 zonja, por për qarkun e Tiranës, sepse besohet që betejë në Tiranë është më e rëndësishme, dhe më e forta besohet, janë 37 kandidat, 37 deputet që nxjerr ky qark, pra pjesa më e madhe, gati 1/3 e gjithë parlamentit që pritet nga 140 deputet. Dhe në Tiranë tashmë kemi betejën më të madhe të 2 forcave politike, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Në këndvështrimin e parë, në listën e mbyllur janë 12 kandidatë, si për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, që presupozohet që janë të sigurt, dhe pjesa tjetër janë në listë të hapur. Por si janë të ndarë të 2 kampet? Është shumë interesante të themi që në Partinë Socialiste radh parë, betejë duket akoma më e ashpër, më e fortë brenda partisë për një arsye, sepse aty kemi deputet, ministra, ish-ministra dhe formate dhe profile shumë të larta. Nga ana tjetër në Partinë Demokratike kemi dhe figura të reja, kemi dhe deputet, por kemi një të veçantë që zoti Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike duke sikur është kujdesur shumë që në listën e mbyllur të ketë disa personalitete që kanë treguar një lloj besikërie ndaj zhvillimeve në këtë forcë politike me atë që ka ndodhur vitet e fundit, ndërsa në listën e hapur ka më shumë
ka më shumë diversitet, do të thosha zonja më shumë, por edhe pjesa tjetër e zotërinjve që një pjesë janë të rinj, po një pjesë kanë edhe një përvojë politike. Në këtë moment më janë afruar, i kemi të dy zonjat në studio. Zonja Çepe, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni në emisionin tim Dekalog. Përshëndetje, është një kënaqësi e veçantë që të pranoj ftesën tuaj mbas shumë vitesh. Po sa kënaqësi kam të njëjtë për Mimoza Ajdarmatan, që unë gjithmonë them Mimoza, nuk do ta them Preçi, jo Ajdarmatan. Më thonë, "Nga rrova", më thonë ata të regjia. Nuk e din që mbiemri yt është ne që të njohim në lashtësi, je me mbiemër tjetër. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Landi që u takuam dhe bashkë. Jeni të dy zonja tani, unë nuk di si ta ndaj këtë punën e vlerave, po e nis me ju, Partia Socialiste, me që jeni në pushtet. Ti ke qenë në gjithë karrierën tënde, edhe kur s'ke qenë politik, këtë të gjinis gjithmonë të zonjave, e ke pasur si kalin tënd betejës jetës tënde, por mua më shqetëson kjo, me thënë drejtën, që i vëm 1-3 sepse janë zonja e tjetër. Ti aty sepse unë mendoj që vlen. Juve u shqetëson kjo? Më shqetëson kur bëhet në mënyrë, le ta themi, sa për të mbushur atë kuotën, 30%. Ama Shqipëria ka gra dhe vajza të mrekullueshme, shumë zonjat. Edhe në politikë, edhe në ekonomi, edhe në ligj, në gjitha fushat, në biznes. Kështu që nuk është e vështirë për të gjetur ato gra. Po ama nëse ne nuk e vëmë këtë kuotën, që të paktën 1/3 gra të jetë prezente në listat elektorale, madje unë do të thosha që është akoma më mirë që të ishte 1-1, siç janë listat për këshillat bashkiake. Nëse ne nuk u japim këtyre grave atë vend që meritojnë, ti jesh i sigurt, siç ka ndodhur në histori, burrat janë shumë rehat duke kuvenduar me njëri tjetrin dhe në fund të ditës duke miratuar edhe ligje, edhe politika. Jam dakord këtu me ju. Landi, nuk mund të miratosh një ligj dhe një politik nëse ti nuk i përket asaj shtrese. Ti nuk mund ta kuptosh kurrë si ndihet një grua. Unë nuk rroj nga gruaja. As gruaja jote nuk rron nga ty. Po sigurisht as ajo nuk rron nga mua. Atëherë secila gjini na diskriminove këtu. Na diskriminove burrave. Pse diskriminohesh? Se themi një grua, një burr, pse duhet të ndihesh i kërcënuar? Jo, unë mendoj që për shembull, unë ju vlerësoj juve, jo për shkak të gjinisë, për shkak të vlerës. Absolutisht. Je dakord me mua? Patjetër. Tu e kam fjalën. Po pati vlera është kot aty. Është sa për të hedhur hipëve sistemit. Vlen për atë që është, sepse kjo nuk mendoj në dhjetor të vitit 1990 që me që ishte vajzë, 1/3 e tjerë do dalën. Jo, kjo s'çau kokën doli atje, kur shumë vajza të tjera nuk dolën. Po në 91-shin dhe në 92-shin sa gra kishim në parlamentin shqiptar? Mirë, ne jemi dhe nga sa mirë do ishte që ti ishin zonja si kolegja në parlament dhe zonja të tjera cilat besoj bie dakord me mua që kanë qenë vërtet të zonja dhe të afta. Po jo të gjitha. Se ca janë vënë kështu dhe për shkak të 1/3. Ato që janë të afta dhe të zonja duhet të përfaqësohen. Avash ne do fillojmë që të tregojmë veten tonë, se ne duhet të tregojmë veten që jemi të afta dhe të zonja, në mënyrë që të jetë besimit e gjithë që gratë mund ta bëjnë. Për ju? Nuk diskutohet që kuota është në një kuptim diskriminim, por diskriminim pozitiv. Sepse jetojmë në një shoqëri që në fakt nuk është se hap kraun ose është aq me bon sens. Jemi maskilise, jemi? Absolutisht. Jemi. Dhe kjo ka qenë arsyeja, nuk është vetëm Shqipëria ajo që nuk është rajonale, e ka Ballkani, e ka Europa, mund të them edhe bota, që gratë i është gjendur një mekanizëm i tillë i kuotave për të përfaqësuar, duke qenë se vërtet e themi në zhargon është gjysma e popullsisë, por kur vje puna te mundësitë, shanset nuk kanë qenë asnjëherë të barabarta mes burrave dhe grave. Që jeni të pakënaqura kështu me këtë drejtim. Jo, Landi ti e the vetë, unë personalisht mua asnjëherë s'më zhdhuruar asnjë gjë për shkak të qenurit grua. Gjithmonë po pra, e ke menduar se ashtu e ke menduar vetë? Po, do të thënë çdo gjë, ngritjen time profesionale apo angazhimin politik, çdo hap që kam ndjek nuk më ka ardhur për shkak të kuotës. Tani mund të jetë kuota ajo që vërtet që do të na favorizoj, por shpresoj shumë dhe jam e bindur, gjithmonë kam qenë e bindur që nëse tek gratë, vërtet ka garë, vërtet mes grave zbatohet meritokracia, pra mes nesh dalin më të mirat për të qenë aty për të përfaqësuar, ndërkohë e kundërta ndodh te burrat. Jo gjithmonë mes burrave përfaqësues
është zgjedhur për shkak të meritokracisë, sepse ka mekanizmat e veta të lobimit. Ne nuk i kemi, për ne në atë kuotë janë detyruar që të marrin më të mirat që të përfaqësohen në një pozicion vendimarrës në politik apo në administratë. Atëherë, hajde diskutojmë që gratë vërtet ju jepet për shkak të kuotës një pozicion, por sa ato janë të afta të jenë vetvetja, sepse nëse kuota është një shteg që ne na është krijuar mundësia për të arritur diku, sa fuqi kemi për qenë të zonjat, dhe unë gjithmonë edhe në kohën kur jam marrë me një organizatë shoqërisë civile e kam ngritur si shqetësim realisht të atyre grave që ju jepet mundësia ose janë drejtojnë institucione shumë të rëndësishme deri dhe ministre, kemi një kabinet me më shumë ministre gra, ndërkohë që sektorët që ato mbulojnë janë sektorët më të dhimbshëm për sa i përket dështimeve, shëndetësia, arsimi. Pra, ti po thuaj që me vërtet zoti Rama ka zgjedhur më shumë zonja? Nuk ka dhënë edhe fuqinë që ato të vendosin ashtu si që do donin të bënin në politikat e sektore që mbulojnë. Pra nuk duhet që t'jemi kukla, nuk duhet t'jemi fasada. Ato janë kukla? Përderisa kemi një nivel